Po thoi njerëzit, kjo është ndërlozër, nështë kurthi më i madh që shumë njerëz bien te. E din se kjo punë është e mirë, e din se duhet me bo, e din se kjo punë është e keqe, e pse nuk po e këdor? Tani thoi njerëzit që u bo musliman, u bo haxhi, u bo hoxh, thoi njerëzit, po le të thojnë vëlla, ata qysh t'ja bëjsh kanë me thonë. Psa ka njëri që të tonë e livdojnë, të tonë i keshin, s'ka këse njëri ato. Ka dikush të kesh për aftyre, ma aftyre të përgëjan, ban fjallë. Ka, shumë ka sot fatkeqësisht qështu, shumë ka sot. Prandaj, na duhet të ndërlozër me rujt jetën tonë, nuk e kemi luksin me e rreziku jetën. S'kemi tjetër që të mundësi e ki. Jeta është të kufizume, prandaj ta ekspozosh jetën tënde. Qefëve të njerëzve është, pa dyshim, aventur shumë e madhe. Allah është rrezik i madh ato. Do një jetën me ndërtu si mbas tekeve të njerëzve. Qështu njerëz po bojnë, qështu shumica po bojnë. Jeta jote është më e shtrejt, se me leju që me lujt me të dur të njerëz, vëllaz njëll. Një jetë e ki, një mundësi e ki. Përfundoja e mundësi nuk kthehet mo. Nuk ka mundësi me u riparu gabimi, absolutisht. Andaj të ruajmë jetën, të ndërtojmë sipas standardeve të duhura, sipas kënaqësisë Allahu xhallahu ala, sipas asaj që besojmë se nesër kena me dalë para Allahut me dhënë llogari. Mirë, po më thon për shembull, valla e di që çfarë duhet, po njerëzit të flasin, po ne të flasin, e çka nëse flasin. Tek e vënë të flasin do të drejt harrojnë kanë punë të veta. S'kan të vakt njerëz me fol për ty tani jetën. Harrojnë. Mirë, po nesër të ndërozër kur njëri të bie në varr, kush vjen me ty në varr aty? A vjen me të mbrojtje ata që për ta e ke bu jetën? Jo, valla, s'vikej shkojnë punë veta, me të harrojnë që e kon gjallë. Apo ditë e gjykimit kur Allahu xhallahu ala vet trupin, pse se ke bu këtë punë, pse ke bu këtë punë? Po valla njerëz falshin, a vjen njerëz me të mbrojt? Jo, valla zin ato. Prandaj mbroje veten tonë, ruaje veten tonë. Shikoj apo tani çfarë mundësi e pati, fatkeqësisht e humbi mundësinë veç për një fakt. Flasin njerëzit. Edhe vdeq në mosbesim ato.